Britjapi, ka me qenë një vit ma me sfida për Britjapin, po me arritje dvogla të rëndësishme. Dashuri me ullje ngritje, por me stabilitet për dikon që ishe lidhjet si çështje serioze. Një karrierë që ka më ngrit gradualisht edhe financa me luhatje për perspektiv ma të mirë. Në ashtë aktyne që pju thëm adin, herë kështu herë ashtu, nështë ta kanë me morë masit mirë qenë, e jo si këta tjerë të pjutën mirë, e vesh me po rri, se më ka thonë horoskopi që shkon mirë. Ujore. Për ujorin ka me qenë një vit ashtu i rishpikës, i inovacionit, dhe vetë jenë shenjë kështu shumë inovative, që nuk kanë qaf me undi sigurt kur hinë atë zonën. Po menoj, kur jenë në zonën e rahatis, nuk dojnë me nejtë që ato dojnë më zgjeru sa ma shumë. Momentin që një në rahat me diçka, këshyrin me eksploru edhe në fusha tjera, përshka që me qeni mirë në disa gjana, mos me prit gjithë shka kështu mjarë dhe papretshme. Kanë me pas një karrierë përmbushse, për me proces gradual, kanë me pas financa të balancuara, edhe lidhjet familjare, kanë me forcu me kalimin e kohës. Peshqit. Të fundit nga rënditja, por asë njëherë nga rëndësia. Vit shumë pozitiv dhe i favorshëm për peshqit, kanë me pas një dashurit të qëndrushme dhe të thellë, karrierë stabile dhe me përparime, po ashtu edhe financat sigurta që kërkojnë me u rrit me kohën, po nëse e di kështu një fjallë prej një kolegu të punë, të parja jote vetëm është parja që ardhëm për vetën, kështu që në momentin që pare të shpenzon, ato veç vinë. Mosë muna një mirë kështu me... Ndoshta jo çdo do të tregoj me dorë shtrënguar, pse jo, edhe ndonjëherë edhe kur harxojmë edhe une, hiç s'kom qef... Duhemi të stepemi deri në atë mos. Unë hiç nuk muj me njerëz që është kështu shumë dorë shtrënguar, që këqyrin senet e vogla miru parët. Sa ti ka më është dhe të Kuku! Hajde si ma ke pagu kofën djerë edhe... Në fakt, mirë është ndonjëherë me bo dhurata, mirë është ndonjëherë me shpenzu edhe për dika, jo vetëm dhurata, kështu e kam fjallën të shtrejta, po mirë është ndonjëherë. Diçka vërë që ta kujton dikën kur eshe, se mos me marë, se mos me për këtë arsye, besoj që çdo herë kanë thonë edhe për mysafirë, cilët vinë shpejt që sjellën edhe ma tepër, në fakt ne kemi përdorur bereqet, ai besoj që kjo është, kështu që edhe aty kemi shpenzu, kanë shpenzu të tjerë për mysafirë, kështu që edhe për dikë tjetër duhet me shpenzu, në mënyrë që të kemi